Një Gjermani që pritej me kurreshtje se çfarë do ndodhte, se si do luanin, si do funksiononte mekanizmi, sepse nuk është se kanë qenë të paktën kjo periudhë e fundit, këto 2 vitet e fundit, kjo periudhë e tranzicionit, kanë qenë një ekip që kanë lënë shumë dilema, shumë pikpyetje. Unë edhe pse fitoi unë pas 2 maksite të Gjermania, një portieri, mendoj që koha e Neuerit ka përfunduar edhe ato duhet ta kuptojnë sa më shpejt me Neuerin, por Gjermania nuk do e fitojë dot botrorin dhe Sané nuk duhet ta shikojmë në fushën e Ish futbollist. Sané ka në një nivel mediokër, mund të them. Është e çuditshme. Në fakt nuk e di pse grumbullon do të ketë ndaj mik të fuqishëm të vërtetë ai Sané. Nuk e besoj, mos i bëjmë si mua. Për më tepër vendos të shikoj. Ai është futbollist që nuk loz as me Galatasarajin. Po, është rezervë, edhe është gënjim total. Shiko, për mendimin tim, Gjermania pikën më të fortë ka trenerin Nagelsmann. E vlerësoj shumë edhe te Bayerni, nuk e di më ende mënyrën pse hiku atëherë nga Bayerni, po mendoj se do të fitonte Championsin me Bayernin. Por sot në fakt u priste Gjermania të fitonte me këtë rezultat se po i hidhe një sy edhe statistikave edhe gjithave edhe koeficientët, domethënë Gjermania 1.04 e tregon domethënë se çfarë ndeshje prisje dhe aq më shumë gjermanët kur gjen një kundërshtar dobët nuk kursehen fare. Nuk janë kursyer asnjëherë. Shiko, se ne shikojmë sikur është mëkati i gjermanëve që nuk kursejnë askënd. Ata kështu e kanë. Jo, absolutisht, ato kanë edukat. Ata vënë për të luajtur futboll. Ishin 7-1 dhe po tentonin të tetin.